All the films in one radio show. Përshëndetje të gjithëve, po dëgjoni At the Movies, do të jemi së bashku për plot 1 orë në valët e Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në Digital. Për gjithë ju që është hera e parë që dëgjoni At the Movies, nga vetë emri, besoj se është më së shpjegueshme që përgjatë këtij njërshi do flasim për premierat më të fundit, për kinematografin, për seriale. Do shoqërohemi përgjatë gjithë kësaj kohe me kolonat më të mira zanore. Nuk mendoj se ekziston dikush atje jashtë që nuk i ka qef filmat dhe nuk mendoj se ekziston një kohë ideale ose perfekte për t'i parë. Hera herës në këtë emision, unë edhe kolegu im themi, shikoni filma se jashtë është shi, jashtë është ftohtë, izoloni në shtëpi ose shikoni një film në ekranin e madh në Cineplex, ama doni ju që dhe kjo vera me këtë vapën zabullice është mjaftueshëm kohë perfekte për të shkuar në freskinë e Cineplexit dhe për të ndjekur premierat më të fundit. Diçka që po e diskutojmë kohët e fundit edhe vlen për t'u përmendur është fakti se më vjen shumë mirë dhe jam e lumtur se shumica e premierave të fundit nuk po dalin me aq shpejtësi sa ne hera herës dëshirojmë në këto faqet pirate për t'i parë në shtëpitë tona. Ndaj e di që prisni disa premiera dhe thoni ja se avash do e kemi mundësinë t'i shohim dhe në shtëpi. E vërteta reale që të paktën në këtë konkluzion kam dalë unë është se këto filma po ruhen jashtëzakonisht shumë mirë, që do të thotë mos prisni për t'i parë në shtëpitë tuaja, po nxitoni për t'i parë në Cineplex, sepse do duhet një farë kohë që ato të mbërrinë te këto faqet tuaja pirate, ndaj është vendi perfekt për të shkuar. Cineplex sjell një premier që anë mban, po i mbledh fansat kudo, po flas për një sag, po flas për filmin e 6 të kësaj sage, po ende nuk dua t'ja u zbuloj se kush është kjo premier, po atë gjë do ta dëgjojmë në pjesën e dytë të emisionit. Shkojmë tani me Landslide dhe zbulojmë më pas se për çfarë premiere po flas. All the films in one radio show. Jemi rikthyer në At the Movies dhe ka ardhur momenti të zbulojmë gjithçka mbi premierat që po shfaqen në Cineplex. Vazhdojnë të shfaqen në kinema Backrooms, Masters of the Universe, Michael dhe The Devil Wears Prada 2. Për të gjithë ju që nuk e keni parë Michael, nuk e di sa më shumë nga aq sa ne po mundohemi ta pompojmë dhe t'ju shtyjmë të shkoni në kinema, duhet ta pompojmë. Kushdo e ka parë, më vjen keq dhe turp të them që jam personi që nuk e ka parë këto kohët e fundit. Nuk dua ta shikoj në shtëpinë time, po pres atë momentin e dur për ta parë në ekranin e madh, sepse është një premier që nga ana vizuale deri tek ana muzikore vlen për t'u shijuar vetëm në Cineplex. Në rast se dëshironi të shkoni në kinema dhe të shikoni një film me familjen tuaj, një film që është për të gjithë familjen, ku mund sjellni fëmijët dhe çdo grup moshë të mundshme. Unë gjithmonë e them, duke qenë se ne jemi prindër, është nga këto filmat ku ti merr mbesën e kushërinjtë vegjël e kushërinjtë mdhënj dhe i mbledh. Për në Cineplex, atëherë The Amazing Digital Circus është përzgjedhja e dur, The Mandalorian and Grogu, The Super Mario Galaxy Movie, The Sheep Detectives, që mu duk si një premier e çfarëdoshme, jo diçka që ma tërhoqi syrin, ama teksa shikoja pak më thellë, ka një cast fantastik, Emma Thompson, Patrick Stewart, Chris O'Dowd, Regina Hall, Hugh Jackman, dhe kudo që kam parë ka patur kritika jashtëzakonisht shumë të mira në rrjet, ndaj është një nga ato filmat që ju lë me një mesazh në fund, me një ndjesi të mirë, ja u bën atë ditën pak më të bukur, ndaj nëse dëshironi të kaloni një pasdite, një paradite, një fundjavë me familjen tuaj, duke parë një film në ekranin madh të Cineplex Tego ose QTU, The Sheep Detectives është ai që unë do t'ju sugjeroja. Por ka një premier që është më e madhja e kësaj jave dhe primarja, e ndjekim pak trailerin dhe rikthehemi në studio ta diskutojmë. Horrori. Sink into the chair. Nuk ka qenë kur kaq I'm high as qesharak. me too, cuz. Ghostface is still killing folks. You know what they say about the crazy ones? They got the best. Scary Movie 6 në Cineplex Tag dhe QTU. Pas 26 vitesh, Cindy, Brenda, Ray dhe Shorty rikthehen për të përballur sërish me një vrasës misterioz me mask. Nëse është hera e parë që dëgjoni për Scary Movie, mos u gënjeni, nuk është një film horror, ama është një parodi e gjithë filmave më të suksesshëm horror të viteve të fundit. Mes vrasësve serial, kukullave të frikshme, influencerave dhe teorive të çuditshme të internetit, asnjë nga ato klishet që kemi parë në filmat horror nuk i shpëton parodisë së Scary Movie.
Kësaj radhe, çka ishte interesante është se krijuesit e sagës janë kthyer si skenarist dhe producent, gjë që premton një rikthim tek ajo stili origjinal i parodis. Për të gjithë ju që është hera e parë që dëgjoni Scary Movie, jam shumë e bindur që nëse do ju tregoj në një nga ato klipet që shfaqen në TikTok, në Instagram, do thoni, ky është Scary Movie, është një nga ato filma që sado mund të ketë kohë që ka dalë, është mjaftueshëm qesharak dhe parodik, sa ato klipet e shkurtra jam e bindur i një dhe brezi i mirë, jashtëzakonisht shumë mirë. Në rast se dëshironi këtë fundjavë ose javën që vjen të shkoni në kinema, Scary Movie 6 me shumë siguri do ju shkaktoj mjaftueshëm të qeshura, po hera herës për ne që e kemi dhe pak frikë horrorin, ndoshta edhe do na friksoj pak, kështu që përgatituni për një kombo të dyjave. Premierat e tjera u thash, pas pak do të flasim për sugjerimin tim për një serial që duhet se s'bën për të parë, do flas pikërisht për Euphorian, sezoni i tretë sapo përfundoi. Çka më shokoi ishin kritikat negative kudo në rrjet, gjë që për mua nuk bida aq dakord me të, po doja argumentoj pak më vonë, sepse shkojmë tani me 500 Miles nga Peter, Paul and Mary.